Një prej figurave më të rëndësishme pranë presidentit Ukrainas Volodymyr Zelensky është përfshirë në një skandal të madh korrupsioni. Gjykata antikorrupsion në Ukrainë urdhëroi arrestimin e Andriy Yermak, ish shefi të administratës presidenciale dhe aleatit të ngushtë të Zelenskit. Autoritetet ukrainase akuzojnë Yermakun për pastrim parash dhe pjesëmarrje në një grup kriminal që dyshohet se ka legalizuar rreth $10.5 milion përmes një projekti elitar banesash pranë Kievit. Gjykata caktoi një garanci prej mbi $3 milion që do t'i lejonte Yermakut të lirohej deri në vendimin përfundimtar të çështjes. Pas seancës gjyqësore, ai deklaroi se nuk disponon shumën e kërkuar, por shpreson në ndihmën e miqve dhe të njohurve. Yermak mohoi akuzat dhe tha se ekipi i tij ligjor do të apelojë vendimin. Ai u zotua se do të përdorë të gjitha rrugët ligjore për të provuar pafajësinë e tij. Hetimet ndaj tij u bën publike vetëm pak ditë më parë dhe konsiderohen si goditja më e afërt që strukturat antikorrupsion kanë dhënë ndaj rrethit të brendshëm të presidentit Zelensky. Andriy Yermak shihej si personi i dytë më i fuqishëm në Ukrainë pas Zelenskit, me ndikim të madh në politikën ukrainase, megjithse nuk mbante një postë të zgjedhur. Ai kishte luajtur gjithashtu rol kyç në negociatat e paqes me Rusinë, të mbështetura nga Shtetet e Bashkuara. Dorëheqja e tij vitin e kaluar erdhi gjatë një ristrukturimi të gjerë të qeverisë ukrainase, ndërsa presidenca ishte përballur me kritika dhe akuza për përqendrim të pushtetit.